Mesazhi i fundit i Ervis Martinajt në 9 gusht, çfarë i shkroi familjarëve përpara 3 viteve në orën 17. Pati mbreti të lojrave të fatit ende nuk dihet. Gazetari Artan Hoxha, i ftuar në një mision, ka treguar edhe mesazhin e fundit që Ervis Martinaj, tashmë i zhdukur prej 4 vitesh, ka shkëmbyer me persona të tjerë përpara se të zhdukej. Martinaj ka kontaktuar familjarët e tij për të pyetur nëse kishin ushqyer Luanin, kafshën e egër që Martinaj mbante në shtëpi. Ky komunikim i fundit është regjistruar rreth orës 17 të pasditës së 9 gushtit dhe që prej asaj dite asgjë nuk dihet për Ervis Martinajn. Kontakti i fundit ka qenë diku rreth orës 17 të datës 9 gusht. Ka kontaktuar me mesazh dhe është interesuar, mbante një kafshë të egër, një luan, dhe u ka thënë ai është hedhur për të ngrënë luanit. Versioni që ndoqëm në kohën ishte versioni që ata e kishin rrëmbyer, e kishin vrarë dhe kishin zhdukur kufomën, tha Artan Hoxha.